shëndeti i zorrës së trash është më i rëndësishëm nga sa mendojmë. Ajo nuk ka vetëm funksionin e përthithjes së ujit dhe nxjerrjes së mbetjeve, por ndikon edhe në imunitet, në tretje, madje edhe në humorin ton të përditshëm. Në këtë video do të flasim për 7 shenjat më të zakonshme që tregojnë se zorra e trash nuk është në gjendje të mirë dhe çfarë mund të bësh për ta mbajtur të shëndetshme. 1. Kapsllëku i vazhdueshëm. Nëse ke vështirësi të shkosh në tualet për disa ditë me radhë, ose nëse fecet janë shumë të forta, kjo është një nga shenjat më të qarta se zorra e trash nuk po punon siç duhet. Shkaku mund të jetë mungesa e fibrave, dehidratimi, stresi, ose dhe mungesa e lëvizjes fizike. Nëse kapsllëku zgjat më shumë se 3 javë, duhet patjetër të konsultohesh me mjekun, sepse mund të jetë edhe shenja e një bllokimi ose inflamacioni në zorr. 2. Fryerje dhe gazra të shpeshta. Nëse ndihesh i fryrë pothuajse çdo ditë, veçanërisht pas vakteve, kjo tregon se tretja nuk po ndodh siç duhet. Zorra e trash mund të ketë grumbullim të gazrave për shkak të ushqimeve të patretura ose për shkak të çekuilibrit të baktereve të mira dhe të këqija. Një dietë e pasur me ushqime të përpunuara, sheqer dhe pak ujë e përkeqëson situatën. Në raste të tilla, ndihmon shumë shtimi i probiotikëve dhe fibrave natyrale. 3. Dhimbje ose parrehati në bark. Dhimbjet që përsëriten në pjesën e poshtme të barkut, sidomos pas vakteve, janë një tjetër sinjal që zorra e trash mund të jetë e irrituar. Kjo ndodh shpesh te personat që vuajnë nga sindroma e zorrës së irrituar ose që kanë inflamacion të zorrës. Nëse dhimbjet shoqërohen me ndjesi presioni, gazra ose ndryshime të shpeshta në lëvizjet e zorrëve, mos i injoro, konsultohu me një specialist, gastroenterolog. 4. Ndryshime të papritura në jashtëshitje. Nëse vren ndryshime të menjëhershme në ngjyrë, formë ose frekuencë të jashtëshitjes, është një shenjë që diçka nuk po funksionon siç duhet. Fecet shumë të errta ose me gjak mund të tregojnë për hemoroide, inflamacion ose ndonjë problem më të serioz në zorr. Gjithmonë vëzhgo trupin tënd. Ai komunikon me ty çdo ditë. 5. Lodhje e vazhdueshme dhe mungesë energjie. Zorra e trash ka ndikim të madh në sistemin imunitar dhe në përthithjen e lëndëve ushqyese. Kur ajo është e ngarkuar me toksina, trupi nuk përthith më mirë vitaminat dhe mineralet që i nevojiten për energji. Nëse ndihesh i lodhur edhe pasi ke fjetur mirë, mund të jetë shenjë që trupi yt po përpiqet të përballojë një tretje të ngadalt dhe grumbullim mbetjesh në zorr. 6. Lëkurë e zbeht apo me puçra. Shumë njerëz nuk e lidhin lëkurën me shëndetin e zorrës, por në fakt janë shumë të lidhura. Kur zorra e trash është e ngarkuar, toksinat nuk dalin siç duhet dhe përfundojnë të përthithen sërish në gjak duke ndikuar në lëkurë. Puçrat, njollat dhe zbehja e fytyrës mund të jenë pasojë drejt për drejt e një zorre të papastruar. 7. Humbje ose shtim në papritur në peshë. Një sistem tretës i çekuilibruar mund të ndikojë drejt për drejt në metabolizëm. Në disa raste, trupi fillon të mbaj ujë dhe mbetje duke rritur peshën. Në raste të tjera, humbja e oreksit dhe mospërthithja ushqyesve çon në humbje të peshës. Në të dyja rastet, këto ndryshime janë paralajmërim që duhet marrë seriozisht. Zorra e trash është organ i heshtur, por tepër i rëndësishëm. Ai ndikon në mënyrën se si ndihesh çdo ditë, në energjinë, tretjen, humorin, madje edhe në qilësinë e gjumit. Mos i injoro këto shenja. Nëse ndonjëra prej tyre zgjatin më shumë se disa javë, është e rëndësishme të konsultohesh me një mjek për të bërë analizat përkatëse dhe për të gjetur shkakun e vërtet. Nëse ju pëlqeu kjo video, bëni subscribe për më shumë këshilla mbi shëndetin dhe kujdesin për trupin dhe shpërndajini këtë video me miqtë tuaj. Faleminderit që shëndohet me ne deri në fund.